Ju thash ma herët që sot në studio do t'jetë një profesioniste, një nutriciste, Arita Baloku. Mirë se erdhe, Arrit. Mirë se u gjeta, faleminderit. Faleminderit shumë që erdhe, se e dim që je ardhë ekstra prej pejes në Gjakov për neve. Faleminderit shumë për juve për ftesën. Kemi dëgjues e shikues prej pejes shumë, edhe kështu që janë të pa, janë të ni. Edhe ti zgjosh herët, nuk ka nevojë me të kërku falje. Jo, nuk ka nevojë se zakonisht herët zgjohen. Po zakonisht na ju kërkojmë falje njerëzve që i quajmë herët, them na falni që të quajmë herët. Dhe kemi raste ku jemi edhe e quajmë do njerëz që quhen 2 ditës, po quhen ekstra për neve. Ç'është po ndihesh në studion ton? Mirë shumë po ndina e lirë ashtu. Jemi domethënë komplet live këtu me njerëz, kalojnë njerëz, i folim, i përshëndesim, na bin kafe, çoja, kështu veprojmë na. Shumë ambienti i qetë shoqëror ashtu. Arrit Baloku, Armendin e kam shok për ndryshe Balokun. Po, ne kam kushëri. Okej, atëherë e ki kushëri. Arrit, po më intereson fillimisht nutricizmi, apo? Nutricioni. Nutricioni apo stili jetës, na shta ma mirë. Mënyra të ushqyerit më shumë. Mund të më referuat ashtu dhe stili jetës, pse jo? Jemi tu e ditë që kohëve të fundit, jo veç kohëve të fundit, po ushqimi, dinamika, ushqymi shpejt, ushqimi në rrugë, është na bë dëm. Po. Edhe po mdoket që nutricioni është zgjidhja ma mirë për njeriu. Po, normalisht me ditë me përdor, normalisht me i përdor dietat, me i përdor kombinimet, edhe normalisht me ditë me i përshtat trupet, se jo çdo trup përshtatet me çdo dietë. Se sidomos tash i mbosh shumë problematika. Për shembull, obeziteti është një ndër problematikat kryesore edhe që është në rritje gjatë gjithë kohës. Pjesa e diabetit, do thotë janë hipertensioni, disa prej sëmundjeve që vijnë nga ushqimi. Kryesisht po normalisht duhet të përjashtu raste që janë trashëgume. Po kryesisht për shembull hipertensioni, diabeti zakonisht është prej stilit jetesës, që kryesisht po mundet me qenë i varfër, që shqetësej edhe ti prej dinamikave të ndryshme, prej jetës që urbosh shumë e shpejtë edhe që domethënë nuk është mit, është e vërtetë. Po, është e vërtetë normalisht. Është e vërtetë. Ka mite të disa ndryshme. thonë që është mit i besueshëm i njerëzimit. Jo, nuk besoj që është mit, normalisht. Si ato placebo që janë ato tabletat dhe me. Normalisht përpos rasteve kur janë trashëgume, normalisht ato nuk mundemi me përjashtu. Po kryesisht sipas studimeve që janë bërë, keq ushqyerja, stili jetesës, edhe çka shumë ndoshta që na prekupon është pjesa e mos aktivitetit, që njerëzit janë shumë pasiv, kanë filluar punat me u bë prej shtëpisë, po hezitojnë edhe me dojnë me bo një aktivitet që po ndikon pasaj edhe mënyrën që po ushqihen. Disa e kam dëgju që disa nutricist për media, në për televizionin që nuk folshin mirë për kafen. Është vërtet që kafe nuk është e mirë? Kafen duhet me ditë kur me pi. Për shembull unë e pi në mëngjes kështu bashkë me dëgjuese me shikues. Hala pa hungër pa pi kurrë. Zakonisht nuk e preferojmë, për arsye se janë disa hormone, në këtë rast për shembull kortizoli që është hormoni i stresit, momentin që ti e pi një kafe pa konsumuar asgjë, ti veç e aktivizon atë hormon. Kështu që edhe normalisht kom stres. Edhe është sheqeri në gjak pastaj që nuk po është në atë nivelet e dura. Kështu që e kafja është keq për sheqerin në gjak? Nuk është keq, po duhet me ditë kur me konsumu. Kështu që zakonisht na e preferojmë me hungër një vakt të lehtë, pastaj me konsumu një kafe. Domethënë në lukt në vakt thot jo. Jo, personalisht nuk e preferoj. E di keq. Unë më intereson a ekzistojnë vërtet ushqime që ta djegin dhjamin? Ushqim që ta djeg dhjamin? Me marrë një ushqim vetëm për me djeg një dhjam caktuar, ma shumë është kombinimi i ushqimeve, se normalisht ka ushqime që janë të kombinuar me makro dhe mikronutrient. Po normalisht përpos ushqimit ka rol edhe aktiviteti fizik. Normalisht duhet me ditë shqetësej ka dhe në fillim çka me konsumu, kur me konsumu, edhe normalisht mos me i dëmtu organet, se momenti që ti kyqesh me një dietë shumë strikte, automatikisht jetu i rreziku pjesën e meqis, pankreasit që janë ndoshta ndër organet esenciale, pa i përjashtu dhe tjera. Që vetëm thjesht duhet me ditë kur me i konsumu, çka me konsumu edhe me një orar caktuar. Për shembull është më i mirë një vakt, një mëngjes i hershëm apo një ushtrim i hershëm? Me dalë për shembull një ecje ose një vrapim herët shumë në mëngjes, apo me hongër një vakt?
herët shumë Unë mëngjes. mendoj që këto lidhen me njëna tjetrën. Zakonisht po. Normalisht ti mëngjes nuk mundesh me ngarku stomakun me një ushqim shumë trond. Preferohet diçka e lehtë që ti me uzgju. Normalisht sikur njerëzit që zgjohen me një alarm për me një kry një procedurë caktuar, edhe organizmi jon ka nevojë me uzgju. Kështu që besoj që duhet me zgjedh ushqimin edhe me kombinu me aktivitet fizik gjithmonë. Po. Çfarë gabime bëjmë shpesh në vaktin e drekës më intereson? Shqiptarët zakonisht. Shqiptarët e din Na, unë edhe të tjerë. Gjithë. Po. E kemi pak kuzhinën tradicionale që shoqërohet më shumë me pjesën e brumnave, pjesën e yndyrnave të ngopme, edhe zakonisht mundohemi që në drekë me i hungër gjitha. Ka persona që nuk e hajnë fare mëngjesin, po fokusohen vetëm drekë, me pas një drekë sa më të bollshme, që neve përgjithësisht shqiptarëve nuk na duket që kena hungër shumë nëse nuk kemi shumë produkte. Po, me sy mas po. Po, ma pare është me ngjis synin që thojmë pastaj barkun, po thjesht është me hungër në sasi të vogla edhe mos me hungër shumë kombinime të ndryshme se nganjëherë tu mundu secilin produkt me përfshi, asnjëri nuk e bën efektin. Po. Kështu që duhet me ndo. Adnan Hyshenin e kemi thotë të fala bukuria pejane nga gazetari Pejes. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Adnan nga Peja. Edhe një mik joni, një dëgjues po thotë vete shata merr mena për baklasarm edhe ma shumë makona po thotë me ngjes me çaj. Bus baklasarm me çaj ha sot mundesh ti, më stanin. Edhe Sanu një dëgjuese po thotë Arrita, emri vet thotë se ka me arrit një jetë me mundin e vet. Sa muni me sugjuk po thotë ata shton peshën ata arrit ndyrën. Dyat. Tash sa i përket sa muni me sugjuk, na patëm sot një temë sepse na kanë thirrë prej dhërmis me ngjes. Okej. Kishin pas sugjuk në dhërmi Gjakobës dhe të Pejes. Edhe pyetjen e sotit e kena pas a është më i mirë sa sugjuki i Pejes ai Gjakobës. Asnjëri. Si mi bro. Arrit, po më intereson që sa kohë merreni me nutricionin. Me nutricionin kam fillu tash prej vitit kalum, gjende momentalisht në klinikën Endi Diab. Në Gjakov? Në Gjakov, po. Kemi fillu me i tratu raste që kryesisht janë me diabet, obezitet, sëmundje shoqëruese, po nuk do të thotë që nuk i trajtojmë raste që nuk kanë asnjë problematikë. Ka mundësi marrë njëri mi bëatu një analizë dhe mi tregu apo çysh e merrni vesh? Po patjetër, na fillimisht i kemi konsultat, edhe na e kemi një pajisje në ordinancë, një aparatur që i bën matjen përpos matjeve gjenerale që është peshorja, ajo i bën edhe disa matje më detajume. Për shembull, pjesa e muskujve në trup, ujet, domethënë indi djamor, krejt gjitha këto që mu personalisht ma lehtëson shumë me ditë se ku e kemi pacientin. Se problematikë shumë e madhe është edhe mbajtja e ujit në trup, sidomos prej femnave. Është ajo pjesa që femna fillojnë me ujë ose me pas ma shumë ujë se sa peshë, edhe thojnë në raste caktuar që po pi ujë po nuk po dobësohem. Kështu që ajo është një aparatur shumë e mirë edhe është inovacion që na ndihmon shumë me u drejtu kemi me shku te pacienti. Normalisht duke marrë parasysh edhe analizat bazë, gjaku që është për shembull glukoza, kolesteroli, hekuri, tiroidja, këto na i marrim parasysh dhe bëjmë një plan personalizuar. Kjo bëhet me një aparatur veçantë, a? Po, është një aparatur jo invazive, se ka body compost quhet. Nuk ka dhimbje as asgjë, thjesht janë disa elektroda të cilat neve na e përçojnë krejt këto rezultate që na i dojmë. E kjo intoleranca ushqimore? Unë personalisht intolerancën ushqimore i besoj ose faktikisht jam orientuar më shumë ka pjesa e glutenit, laktozës, që zakonisht na paraqisin ma problematike. Ma problematike. Ka intoleranca të ndryshme, ku munden disa me qenë të lindme, të trashëgume, të krijume. Po kryesisht unë personalisht çka besoj dhe çka orientohem janë intoleranca në gluten edhe në laktozë. Po, sepse këto edhe janë shajnë atë dukshme, ka normalisht momenti që çish vrehen këto që shmirën vesh. Zakonisht kur na e preferojmë me bu këtë analizë është kur ka diare ose ka kapsë shtum, fryrje të barkut, gazra, do të thotë momenti që këtu janë të përsëritshme, atëherë munden me asociu që është po. Jo domosdoshmërisht mundet me qenë, se mundet me qenë ndonjë zore irritume ose keq ushqyerja, po momenti që edhe ushqimi është në rregull, edhe keni dietë mirë dhe prapë i keni njëjtat probleme, normalisht na e preferojmë me qenë te pjesa e intolerancës me bu analiza. Çu po ndjen pacientat pasi që
Po kanë një trajtim nga ju për shembull? Deri tash, çka shumë e rëndësi për mua është të janë të motivueshëm. Janë të motivuar. Po, edhe po kanë rezultate. Normalisht nuk janë për rezultate shpejta, gjë që i njoftoj edhe pacientave paraprakisht. Unë jam interesuar me pas rezultat afatgjatë dhe të qëndrueshëm. Momenti që një dietë ose një regjim është shumë strikt ose me shumë pak kalori, kanë me ndiku edhe në pjesën e imunitetit, pjesën e pagjaksisë ose anemisë, këto lidhen zinxhir me njëra tjetrën. Domethënë ja caktoni pacientit edhe ushqimin edhe dietën? Po, normalisht. Ja bëni në listë program diçka? Po, e kam programin, zakonisht unë filloj me dieta 2 javore, shkaku që do me ditë se si po funksionon ose si po reagon trupi, se ka disa pacienta nuk i përshtatet ndonjë dietë ose ndonjë ushqim, munduhemi që me pas kontakt edhe gjatë gjithë kohës me i ndryshu momentin që ata nuk janë të ndi mirë ose diçka nuk po funksionon në dietë. Që normalisht na edhe këtë pjesë e presim. Jo me pas gjatë gjithë kohës vetëm pjesën e suksesit, po pas qenë edhe këto na nuk mundem me ditë ku jemi gabim. Po kryesisht deri tash kemi pas rezultate të mira, po përpos dietës që unë shkruaj është shumë e rëndësishme dhe bashkëpunimi i pacientit. Se momenti që një pacient nuk është i disiplinuar ose thjesht nuk e mban dietën me rregull, ka raste kur gënjejnë thonë po jemi tomaj tek ne ja përmbledhen pasul. Po, ka raste. Kemi pas edhe raste të tilla që pasul me gullash, bash. Ose zavendësimi për shembull i frutave ose të ngrime ose të freskëta me fruta të thota, që dallimi është pak më i madh se në fruta të thota kim më shumë sheqer në krahasim me frutat normale, kështu, varësisht fruti mbi frutet. Po kemi pas raste që nuk e kanë respektuar, po jemi munduar që thjesht mos me u bë mundi ashtu shumë faj, se unë mendoj që pjesa e nutricionit e ka shumë rëndësi dhe pjesën e psikologjisë të njeriut, se momenti që nuk je i përgatitur me mbajt një dietë, sado që ki të holla, sado që ki me mbajt, kemi bledh sendet, nuk kemi pas mundësi me mbajt as me hub dietë, as me hub peshë, më fal. Kështu që lidhen secila me ndikon dieta edhe në humor edhe në gjendje emocionale, si kam dëgjuar, po. Shumë ndikon edhe ndihesh më mirë, është ajo fjala që unë dëgjoj gjatë gjithë kohës, po ndina më lehtë, po më me kry aktivitetet. Do thotë kjo pjesa e ushqimit shëndetshëm edhe me rregull, mbi të gjitha, ndikon shumë edhe në pjesën e humorit, lëvizjes gjatë ditës. E dim që ka ndikim midis shëndetit zorë dhe shëndetit mendor. Kto e kemi dëgjuar disa herë, po më intereson cilat ushqime mendon që rrisin përkushtimin apo edhe kujtesën e njerit. Zakonisht ushqimet që kanë përmbajtje të lartë magnezit, fibra të ndryshme, zakonisht janë ato që vetëm ndihmojnë në përqendrim, edhe momenti që magnezi është kryesisht po, do të thotë magnezi na ndihmon ku momenti hekuri normalisht momenti që ki mungesë hekurit nuk e ki koncentrimin, jesi më i turbull, kështu që përgjithësi mineralet të ndryshme dhe vitaminat na ndihmojnë që me pas një edhe kujtesë ndoshta më. Kjo po lidhet me ato që unë kam thonë gjithmonë edhe them në emision që sa i përket krijimit të njerëzimit, ADN-ja e njerit dhe tokës, së pemëve dëshmon shumë mirë që na kemi nevojë për minerale, kemi nevojë për gjana të tokës, dheut, pjesëve. Shumë vërtet, edhe sot janë bërë shumë ushqime të procesuar, shumë pak ti mundesh me pa ndoshta një serku ose një fushë e madhe ku veç kultivuan domatet, do të thotë gjitha janë këtë janë procesuar. Kur nuk ka bioorganike, shumica dhe është kjo problematikë që edhe me pacienta e kemi që nuk po mundem me i gjetë fresta, çmimi ka ndryshuar, kështu që është ndoshta një problematikë që besoj na është duhet ka të cilëmi na dalin përpara probleme, na dalin përpara gjëra të cilat po na bëjnë dom. Sano, një dëgjues unë po thotë Edi, a ka mundësi me pyet musafirin si thirret ordinanca ku mundet mi gjet një adresë me kontaktu me ty personalisht në Gjakov? Është ordinanca NDIAB. Ndoshta këtu më shumë e njohin doktorin që Luan Gula. Okej, mundem me kontaktu në ordinancë dhe mundem me i bu terminat, mundem me pas një konsult paraprakisht, edhe pastaj me këshir problematikat. Sa nuk ka qef me bo analiza, si unë diqysh, edhe unë kam qef me bo analiza, knashna të bo analiza. Do më thonë, këtë qëtu shka i ka i përmen, ti unë e vishë me nëzi, po pres më ardha ti mi bo vetë edhe mi pa vetën që ku jam. Çka do më thonë arrit për juve një dietë e balancume? Një dietë e balancume është që me përfshi krejt makronutrientat. Se edhe normalisht ka shumë e rëndësishme për mu është orari. Momenti që e ki një orar caktum të ushqyerjes, nuk besoj që ka me qenë problemet që janë tash.
Kështu që kryesisht mos me eliminu krejt sheqernat, mos me eliminu krejt yndyrnat, mos me eliminu dosë proteinat. Nuk mundem me mbajt një dietë veç me një makronutrient, se janë 3 makro, janë të mëdhaj. Normalisht edhe preferohet që 3 me i pas. Se në kom raste që nuk po ha sheqer se nuk më bën mirë. Dush me ditë llojin e sheqerit. Normalisht fruta nëse i konsumon, mos konsumoni fruta. Tash në fund e kom di një lajm Se edhe sheqeri fruktozës i frutave është i dëmshëm. Jo, nuk është i dëmshëm, po momentin që ka indeks ult glicemik nuk na paraqet problem fare, se edhe vetë sheqeri në gjak shkon ngadalë duke u shpërbë dhe nuk kime pas atë luhatin e sheqerit, ose tensioni, shtypje, zita këto, kështu që unë mendoj që duhet me i konsumu gjitha që janë shëndetshme nga pak, jo me tepru. Me asnjë produkt me tepru, se edhe me ujë nëse tepron kime pas feedback keq. Normalisht. Po tash në ditë sotit është bo shëndetësia dhe përditshmëria o bo stili shëndet. Domethënë është kjo është po si përkufizim. Domethënë a hyn te stilet, është me të vërtetë stil? Nuk mundem me quajt stil të përkohshëm, por stili jetesës. Do të thotë që ti përshtatet varësisht prej punës, rutinës, pak a shumë çat pëlqen edhe me konsumu, se nuk mundem me konsumu një stan që nuk na pëlqen. Se e konsumojmë për një kohë të shkurt, po fillon pastaj me mos me dart as me e po atë ushqim. Kështu që është e rëndësishme që kur konsumon diçka me të pëlqy. Me pas shumë pikërisht. Po. Përpara thëshin kur takona nuk bën keq. Kur takona nuk i terezi, kështu që ka raste që edhe të provohet. Edhe të provohet, se han shumë, domethënë takona, po. E cilat janë gabimet më të shpeshta që i bojnë njerëz në dietën, që i bëjmë ne të gjithë në dietën tonë? Zakonisht gabimet që unë i kam pa është që kam filluar me një dietë shumë strikte. E kam pas një stil jetesës shumë të çrregullt. Do thotë ka persona që kanë konsumu fast food gjatë gjithë kohës dhe për një herë kanë filluar me një dietë strikte me kalori shumë të ulta. Unë këto nuk e preferoj. Preferoj reduktim deri në eliminim ose edhe zaventësim. A deri në eliminim? Po, ajo komentar vet natyrshëm, do të thotë. Mos më takojt më. Po, fillon ti vetë me pa që nuk është të të bëj mirë, se cili trup jep sinjale. Në momentin që konsumon shumë ëmbël, në këtë rast ka raste që kanë probleme frymarrjen. Normalisht ka raste që thonë nuk po më me jes, nuk po më ngi frym. E ndalin për një javë, të ëmblin fillojnë prapë mbas një jave. Kështu që është ajo pjesa që me bu shpesh edhe ka pak, ajo fjala në këtë rast si në punë. Po, shpesh e ka pak për mos mu dëmtu veten. Po më intereson rëndësia mëngjesit edhe rutinës ditore, rëndësia mëngjesit. Disa po thonë mos me hongër mëngjes, disa po thonë me hongër mëngjes. Disa po thonë vestjen të këqija, disa vestjen të mira. Tash kemi nisë na dilema, dikur thoshin mishi kuç i keq, tash po thonë mishi kuç i mirë. Do të thonë, është kjo për shkak të studimeve që bëhen apo çka po ndodh kështu? Zakonisht studime ka gjatë gjithë kohës, po ka edhe dieta të ndryshme që secili orientohet në dietën që i përshtatet ose edhe i pëlqen. Unë personalisht e kam shumë të rëndësishëm mëngjesin, spaku një orë mbas zimit me hongër diçka të lehtë. Kur them të lehtë referohem për shembull të rshër me pak qumsht ose që kanë ndaj gjatë gjithë natës, ndonjë çokoladë zezë, kucke vogël. Thjesht mos me ngarku. Varësisht se cili person, varësisht për dietës që ka ose që i pëlqen aty orientohet. Unë personalisht e kam shumë të rëndësishëm mëngjesin, kam dëshirë me hongër shumë mirë mëngjesin, pastaj me vazhdu ditë. Po. Edhe pacientave ju them kështu, që mos me ana lart shkalu fare mëngjesin. A është në një kohë caktuar që llogaritet që duhet konsumohet mëngjesi? Zakonisht ora 9 janë idealet, ka persona që zgjohen edhe më herët, 8:30, tash varësisht se si e ka rutinë. Varësisht kur zgjohesh. Po, varësisht kur zgjohesh. Se ti nëse një person flan deri në 12 ti nuk mundesh me thonë çon 8 habuk, futja pe xhom, apo kupton është pak a shumë përshtatje edhe me individa të ndryshëm. E këto dietat e famshme që njerëzit i përmendin, fasting, keto, i përmendin edhe nuk din as çka janë në fakt, veç unë jam të bëj fasting, jam të bëj keto. Çka është puna aty, ne? Zakonisht fasting është edhe agjerimi që na e bëjmë, është një periudhë kohore kur. A praktikoni ju? Unë e praktikoj, po jo shumë. Agjerimi në kohë caktuar, në gjatë kohës Ramazanit apo? Po gjatë kohës Ramazanit ndonjëherë shumë rradhë edhe kështu, po varësisht çu është. Kjo është fasting, a? Fasting. Po fasting ka pjesën e mirë se trupi detoksifikohet. E lën trupin me punu me rezervat veta. Kështu që edhe normalisht e ka anën shumë mirë dhe unë e preferoj shumë. Kum pa edhe që gjatë Ramazanit për shembull ka pas shumë efekte të mira tek pacientat. Ata që ndoshta asnjëherë nuk kanë agjeru, janë tut me fillu, kur kanë fillu fasting kanë qenë çdo gjë ka qenë shumë në rregull. Prej sheqerit, tensioni, gjitha këto kanë qenë shumë në rregull. E keto?
Keto, unë personalisht si dietë nuk është që e praktikoj komplet. Arsyeja është se është dietë që ka ma shumë bazë yndyrore, edhe në momenti që ti hyn keto, trupi ka me kalu do të thotë në ketoz. Ajo është do të thotë përdorimi i yndyrnave që i ki rezervë si energji. Edhe kjo është si proces shumë i vështirë. Kush mundet me praktiku është shumë sa ndi mirë po shumë i vështirë. Zakonisht na energjinë e marrim prej sheqerit, yndyrës i duhet pak ma shumë kohë. Unë nuk e preferoj me pas veç keto dietë, për shkak se mu personalisht nuk më ka përshtat, po edhe prej përvojave që ju pas me pacienta, kur kalon gjendje ketozës fillon trupi me u dridh, normalisht nuk është ajo përqendrimi, në qoftë se te kalon është super mirë se tu bu këtë rezervat e tuaja tu i shndrun energji, po unë personalisht nuk e preferoj. Po është e mundimshme. Është pak e mundimshme si dietë. Po më intereson te pjesa e fasting që tha, për shembull ka njerëz që kom pas rastin me dëgju për njerëzve që gjatë kohës agjërimit për shembull, 30 ditë, kur kanë kalu 20 ditë, ka fillu me i ra komplet imuniteti, me usmu, me i dal disa edhe shpërthime, disa. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thotë momentin që ti je në fasting edhe fillon ajo koha kur ki me e prish atë fasting, nuk je tu ushqyer si duhet. Ose ka raste që personat nuk je tu ushqyer gjatë kohën e ushqimit. Po, ose nuk e konsumojnë ushqimin sa duhet. Po, do të hajnë keq. Hajnë shumë pak. Normalisht kur ke mbet gjatë ditës pa konsumuar ushqim edhe për një herë me hungur normalisht shumë nuk e preferojmë, po gradualisht, ndoshta mbas një orë me marr diçka tjetër më të lehtë, me fillu deri në atë periudhën kur ti e ke lejuar me konsumu. Që ndoshta është ajo që bjen imuniteti shkaku që nuk konsumojnë edhe ujë, do të thonë është ajo që të nditen një pa ujë edhe pastaj veç e hajnë vaksa me prish fasting edhe nuk vazhdojnë. Kom po raste dhe kom dëgjuar raste të tilla, me po kryesisht hidratimi uji, sidomos në këtë kohë, edhe kur vjen Ramazani verës është shumë është i domosdoshëm. Zakonisht ne kur e prishim agjërimin, e prishim me ka 3 samuna me sugjo. Domthonë edhe mas ne shtrihem dojmë me jap shpirt. Zakonisht e kemi edhe nivel. Nuk jalojmë rodhen as një ushqimi tjetër. Arritu ne me të vërtet kom shka me fol ton ditën këtu bashkë dhe pyetje përgjigje sot dush, po minutave tonë veç jarë fundi, si thash që kanë më shku shumë shpejt. Unë të falenderoj shumë që ishe me neve, të falenderoj shumë që erdhe. Po më intereson edhe një pyetje për fund, cilat janë 3 këshillat më të rëndësishme që do t'i jepni dikujt që do ta ndryshoj stilin e jetës? Këshilla e parë është orari. Me respektu po orare me. Çfarë do të thonë orari? Me flajt edhe më quherët? Normalisht gjumi po se po orari i konsumimit të ushqimit. Orari po. Është ajo një dietë e balancuar, mos me konsumu një vakt shumë e një vakt hiç. Edhe normalisht tjetra është që kur konsumojmë ushqim mos me ungut. Se na shqiptar pak e kemi ato që hajmë shumë shpejt edhe nuk mbërtypemi mirë, pastaj edhe nuk ngihesh edhe ki ato afekte dansore të peshës, kështu që besoj që këto janë 3 këshillat elementare. Besoj që i dëgjut këshillat elementare edhe ndëgjut rëndësinë e ujit, hidratimit, edhe një mesazh, ka një mesazh që doni më jap publikut për mi nis ditën me më shumë kujdes për shëndetin e tyre. Kujdeseni për veten se krejt fillojnë prej ushqimit. Edhe kur keni me pas ndonjë smundje shkolla jo, kanë ushqimin kemi pas treg për pas hapave, kështu që pa kalun hapa vazhdoni në ushqim të shëndetshëm. Faleminderit shumë Arrit që erdhe edhe na pas ka përshëndet edhe Mërgimi nga Bosnia dhe Hercegovina. Faleminderit shumë Mërgim. Faleminderit gjithëve që ishit me neve. Miqtë mi të dashur, ishte me neve Arrita Baloku. Dhe jam shumë i lumtur që i dëgjova disa këshilla dhe jam shumë i lumtur që shumë shpejt do të jem pacient. Faleminderit shumë, mirëpresim. Faleminderit edhe për ftesën edhe për mikpritjen. Duke i falendëruar gjithëve që ishit me neve, miqtë mi të dashur, shihemi nesër në të njëjtën orë. Faleminderit shumë. Mos harroni, rrini me neve. Tung tung.